Një vit para se Ismail Qemali të ngrinte flamurin në Vlorë, Shqiponia dykrenare ishte shfaqur mbi një tjetër maj shqiptare. Mes tymit, krismave dhe shkëmbinjave të Deqiqit, malësorët e Hotit e ngritën flamurin kombëtar përballë ushtrisë së një perandorie. Në krye të tyre qëndronte një burr mbi 70 vjeçar, I cili kishte kaluar pothuajse tërë jetën duke mbrojtur tokat shqiptare. Emri I tij ishte Ded Gjo Luli. Ai nuk ishte mbret, nuk kishte pasuri të mëdha dhe nuk komandonte një ushtri të rregullt, por kishte diçka që nuk blihej me arë, besimin e malësorëve dhe vendosmërinë për të mos u përkullur. Historia e tij është historia e një prijesi që luftoi kundër perandorisë osmane, kundërshtoi synimet territoriale të fqinjëve dhe shndroi kryengritjen e malësisë në një çështje kombëtare shqiptare. Para se të vazhdojmë me historinë e këtij burri të jashtëzakonshëm, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, që së bashku të rikthejmë në kujtesë figurat që ndërtuan historinë tonë. Ded Gjon Lul Det Vukaj u lind rreth vitit 1840 në Trabojnë të Hotit, në Malsinë e Madhe, atkohë Sanxhaku I Shkodrës. Ai vinte nga një trevë ku nderi, besa dhe mbrojtja e vendit nuk ishin thjesht fjalë, por mënyrë jetese. Hoti ishte një nga fiset më të njohura shqiptare të veriut. I vendosur në një zonë strategjike, aty ku përplaseshin interesat osmane, malazeze dhe shqiptare. Që në rini, Deda u formua në një mjedis ku malësorët duhej të mbronin vazhdimisht tokën, zakonet dhe autonominë e tyre. Ai nuk u bë prijes përmes një titulli të dhuruar nga ndonjë obor mbretëror. Autoritetin e fitoi nëpërmjet guximit, urtësisë dhe aftësisë për të bashkuar njerëzit në kohë të vështira. Emri I tij u bë I njohur gjatë viteve të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pas Kongresit të Berlinit të vitit 1878, fuqitë të mëdha vendosën që disa territore të banuara nga shqiptarët t'i kalonin shteteve fqinje. Plava, Gucia, Hoti dhe Gruda u gjenden në nënkërcënimin e drejt për drejt të coptimit. Ded Gjo Luli ishte ndër ata burra që nuk e pranuan këtë vendim. Ai morri pjesë në qëndresën për mbrojtjen e trojeve shqiptare dhe u përball me forcat malazeze që përpiqeshin të shtriheshin drejt malësisë. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së tij. Dekada përpara kryengritjes së vitit 1911, ai kishte luftuar për të penguar aneksimin e Hotit dhe Grudës. Për Lulin, rreziku nuk vinte vetëm nga një drejtim. Shqiptarët ndodheshin ndërmjet një perandorie osmane që kërkonte kontroll të plotë dhe fqinjëve që prisnin momentin për t'u zgjeruar mbi tokat e tyre. Në këtë situatë ai duhej të ishte jo vetëm luftëtar, por edhe diplomat, udhëheqës dhe njohës I mirë I lojrave politike të kohës. Në fillim të shekullit 20, gjendja në trojet shqiptare u bë gjithnjë e më e rëndë. Pushteti Gjon Turk, që fillimisht kishte premtuar reforma dhe barazi, nisi fushata qarmatimi, vendosi taksa të reja dhe kufizoi të drejtat e shqiptarëve. Shkollat shqipe pengoheshin, kërkesat për autonomi refuzoheshin dhe ushtria osmane ndërhynte me forcë në krahinat kryengritëse. Në vitin 1910, kryengritja shqiptare në Kosovë u shtyp me ashpërsi. Trupat osmane më pas u drejtuan edhe nga Malësia. Malësorëve ju kërkua të dorëzonin armët, por për ta, arma nuk ishte vetëm një mjet lufte. Ajo ishte garanci për mbrojtjen e familjes, pronës dhe vendit. Ded Gjo Luli refuzoi të nënshtrohej. Bashkë me prijes të tjerë, ai nisi përgatitjet për një kryengritje të re. Shumë familje shqiptare u detyruan të kalonin përkohësisht në Mal të Zi, ku kërkuan strehim. Mbreti Nikola I Malit të Zi u ofroi ndihmë dhe armë, por mbështetja e tij nuk ishte e painteresuar. Nikola dëshironte ta dobësonte perandorinë osmane, por në të njëjtën kohë kishte pretendime mbi trojet shqiptare. Ded Gjo Luli e kuptonte këtë lojë. Ai ishte I gatshëm të pranonte ndihmë kur ajo I shërbente kryengritjes, por nuk dëshironte që malësorët të ktheheshin në vegla të politikës malazeze.
Sipas një tregimi të përhapur, kur mbreti Nikola u përpoqta joshte me para dhe privilegje, Luli tregoi tokat shqiptare dhe i bëri të qartë se nuk luftonte për pasuri, por për vendin e tij. Edhe pse disa dialog janë ruajtur kryesisht në kujtesën popullore, qëndrimi politik i Dexho Lulit ishte i qartë. Tokat shqiptare nuk mund të shkëmbeheshin me grada, para apo favore. Në mars të vitit 1911 kryengritja shpërtheu. Malësorët e Hotit, Grudës, Kelmendit, Kastratit, Shkrelit dhe trepave të tjera sulmuan postet osmane përgjatë kufirit. Në krye të lëvizjes qëndronte Dexho Luli, tashmë mbi 70 vjeç. Mosha nuk e kishte larguar nga vendi ku merreshin vendimet. Ai gjendej pranë luftëtarëve, udhëhiqte kuvendet dhe bashkonte prijesit. Kryengritja nuk ishte një përplasje zakonshme për taksa apo armë. Ajo përshëndrohej në një lëvizje me kërkesa politike dhe kombëtare. Kulmi erdhi në fillim të prillit, në malin e Deqiqit. Pozicionet osmane në këtë kohë ishin të rëndësishme, sepse kontrollonin rrugët dhe lëvizjet në malësi. Malësorët të udhëhequr nga Luli dhe prijesit e tjerë u përballën me një ushtri më të organizuar dhe më të pajisur. Përleshjet ishin të ashpra, shkëmbinjtë e Deqiqit u mbuluan nga tymi, ndërsa malësorët përparonin drejt pozicioneve të kundërshtarit. Më 6 prill 1911, ata arritën të merrnin Bratilën, një nga pikat kryesore të malit. Dhe pikërisht aty ndodhi momenti që përjetësoi këtë kryengritje në historinë shqiptare. Në udhëheqjen e Dexho Lulit, malësorët ngritën flamurin shqiptar në majën e Bratilës. Burime të ndryshme japin emra të ndryshëm për personin që e vendosi fizikisht flamurin. Por një gjë është e padiskutueshme. Ngritja u bë nga njerëzit e Dedës, me autoritetin dhe drejtimin e tij. Në kujtesën kombëtare, ky moment njihet si rikthimi i flamurit të Skënderbeut pas shekujsh sundimi osman. Historikisht, flamujt dhe simbolet shqiptare mund të jenë përdorur edhe në raste të tjera, por ngritja në Deqiq kishte një rëndësi të jashtëzakonshme. Ajo ndodhi publikisht gjatë një kryengritjeje të madhe dhe përballë ushtrisë osmane. Flamuri mbi Deqiq nuk ishte vetëm një copë pëlhure, ai ishte mesazh. Shqiptarët po tregonin se nuk ishin thjesht banorë të disa vilajeteve të perandorisë, por një kombë me identitet, gjuhë, histori dhe të drejta për të vendosur mbi fatin e vet. Megjithatë, Dexho Luli nuk u ndal tek fitoria ushtarake. Ai e kuptonte se pushka mund të hapte rrugën, por kërkesat politike duhej të përcaktonin qëllimin. Më 23 qershor 1911, prijesit shqiptar u mblodhen në Greq. Aty u hartua memorandumi i Greqës, i njohur edhe si Libri i Kuq. Në formulimin e tij dhan kontribut figura të rëndësishme si Ismail Qemali dhe Luigi Gurakuqi, ndërsa Dexho Luli dhe prijesit e malësisë e mbështetën atë me autoritetin e kryengritjes. Dokumenti kërkonte njohjen e kombësisë shqiptare, përdorimin e gjuhës shqipe në administratë dhe arsim, hapjen e shkollave shqipe, vendosjen e nënpunësve shqiptar dhe zbatimin e reformave që do t'u jepnin trojeve shqiptare një shkallë të gjerë autonomie. Kjo dëshmon se kryengritja nuk bëhej vetëm për Hotin, Grudën apo Malësinë. Kërkesat përfshinin të gjithë shqiptarët. Dexho Luli ishte nisur si mbrojtës i vendlindjes, por tashmë qëndronte në krye të një lëvizjeje që kërkonte të drejta kombëtare për mbar Shqipërinë. Kryengritja e vitit 1911 nuk e solli menjëherë pavarësinë, por ndryshoi mënyrën se si çështja shqiptare shihej në Ballkan dhe në Evropë. Ajo dëshmoi se shqiptarët ishin të gatshëm të organizoheshin, të luftonin dhe të paraqisnin një program të përbashkët politik. Vetëm një vit më vonë, kryengritja e përgjithshme shqiptare vitit 1912 e tronditi përfundimisht pushtetin osman në trojet shqiptare. Më 28 nëntor, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Por gëzimi i Dexho Lulit nuk mund të ishte i plot.
Konferenca e ambasadorëve në Londër I la jashtë kufive të shtetit shqiptar shumë territore të banuara nga shqiptarët. Edhe një pjesë e Malësisë për të cilën ai kishte luftuar u shkëput nga Shqipëria. Kështu burri që kishte ngritur flamurin për liri, pas se kufit e tij e ndanin popullin dhe vendin e tij, megjithatë ai nuk u tërhoq nga veprimtaria kombëtare. Gjatë përleshjeve të vitit 1912, Det Xholuli përjetoi një nga goditjet më të rënda të jetës së tij, humbjen e djalit Gjergjit. Sipas rrëfimeve të ruajtura, kur mori lajmin, ai nuk kërkoi asnjë nderim të veçantë për të birin, por e vendosi sakrificën e tij përkrah asaj të gjithë djemve të Malësisë që kishin rënë për të njëjtën çështje. Pas prijesit të fortë qëndronte kështu edhe një baba I plagosur, I cili e mbajti dhimbjen personale brenda vetës dhe vazhdoi përpara. Në vitin 1915, ndërsa Shqipëria ishte trazuar nga ndërhyrjet e huaja dhe përplasjet e brendshme, Det Xholuli u vra pranë Oroshit të Mirditës. Rrethanat e fundit të tij vazhdojnë të diskutohen. Burime të ndryshme përmendin forca serbe, malazeze ose serbo-malazeze, por përtej debatit mbi autorët, fundi I tij ishte tragjik. Det Xholuli nuk ra në Deqiq, aty ku flamuri e bëri të pavdekshëm. Ai humbi jetën 4 vjet më vonë, në një Shqipëri që ishte shpallur e pavarur, por që ende nuk arrinte t'i mbronte të gjithë bijtë dhe kufijtë e saj. Trashëgimia e tij megjithatë nuk mund të mbyllej me vdekjen. Det Xholuli mbeti simbol I Malësisë së Madhe, I kryengritjes së vitit 1911 dhe I ngritjes së flamurit në Deqiq. Ai u përjetësua në këngë, në rrëfime dhe në vargjet e Gjergjfishtës. Det Xholuli nuk ishte thjesht një luftëtar malësor, ai ishte një nga urrat që lidhen lidhjen shqiptare të Prizrenit me pavarësinë e vitit 1912. Ai luftoi kur Shqipëria ende nuk ekzistonte si shtet dhe ngriti flamurin kur përdorimi I tij ishte një akt sfide ndaj një perandorie. Në një moshë kur shumica njerëzve largohen nga betejat, ai u udhëhoqi një kryengritje. Në një kohë kur fqinjet përpiqeshin t'i përdornin shqiptarët për interesat e tyre, ai kërkoi të ruante pavarësinë e qëllimit kombëtar. Dhe kur mund të kishte zgjedhur një jetë më të qetë, ai qëndroi deri në fund pranë çështjes shqiptare. Prandaj kur flasim për flamurin e Deqiqit, nuk duhet të shohim vetëm majën ku ai u ngrit, duhet ta kujtojmë burrin që e bëri të mundur atë moment. Det Xholuli, plaku I Hotit, prijesi I Malësisë dhe burri që një vit para pavarësisë e ngriti Shqiponjen dy krenare shqiptare përballë një perandorie. Po ju a mendoni se Det Xholuli e ka marrë vendin që meriton në historinë shqiptare? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni I krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.